Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me pjesën e dytë të temës kujdes nga përtatësia. Vëllezër të dashur, në javën e kaluar mësuam, studiuam në lidhje me përtatësinë. Dhe thamë se përtatësia është një ves shumë i urryer nga ana Allahu të lartësuar. Nuk e do Allahu që përtatësia tjetë cilësi e besimtarit musliman. Me përtatësi nënkuptojmë ngurimin të ngurosh, ta bësh atë që ti nuk duhet neglizhuar. Nëse ti dhe unë e neglizhojmë diçka që nuk duhet neglizhuar atë, në gjithë aspektet e jetës sonë dhe ne nuk duhet neglizhuar, pra nuk e veprojmë, atëherë ne jemi përtatës. Diçka e tillë është e dënueshme nga Allahu i lartësuar. Përmendëm ajete dhe hadithe ku nëpërmes tyre sqaruam se sa e urryer dhe sa e dëmshme është për karakterin e besimtarit musliman përtatësia. Pastaj sqaruam edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku ai na mëson, na nxit që ne të jemi të përkushtuar, ai na nxit që ne të jemi të angazhuar, na nxit të jemi aktiv, të veprojmë dhe punojmë në të gjitha çështjet e jetës sonë, sepse ka çështje që Allahu na i ka dhuruar dhe nuk don angazhimin ton. Qarkullon gjaku pa angazhimin ton. Marrim frym pa angazhimin ton. Mendojmë, shikojmë pa angazhimin ton. Mirë po, në ato çështje që Allahu ka kushtëzuar angazhimin ton për sukses, mos na mbaj shpresa se Allahu do na jep suksesin pa angazhimin ton. Kjo është rregull, o vëllezër. Dhe këtë rregull duhet ne si besimtar musliman ta kemi të qartë. Ato suksese që i dëshirojmë ne, dhe për to ka kushtëzuar Allahu angazhimin, përpjekjen, ta dim se Allahu nuk na jep neve hazër. Për të tubuar pasuri, e ka kushtëzuar punën. Është marrëzi të mendoj dikush se do të fitoj pare pa punë. Është marrëzi të mendoj dikush se do të fitoj pare pa punë. Pse? Se e ka kushtëzuar Allahu për pare punën. Është marrëzi të mendojmë se do të kemi shëndet nëse ne nuk kujdesemi për to, apo veprojmë veprime që dëmtojnë shëndetin. Dhe të mbështetemi se Allahu do të na jep sukses në ato punë që kushtëzohet angazhimi jon, dhe ne do të shtrihemi dhe do të themi se do na jep Allahu sukses, ama kusht është angazhimi? Ta dim se s'ka sukses nga Allahu në ato suksese që kushtëzohet angazhimi jon. Shembull më të mirë për këtë na jep rasti
i Isës alayhis salam. Të gjithë e dim se Isau alayhis salam, lindja e tij është një mrekulli, sepse lindi me caktimin e Zotit pa baba. Mrekullia tjetër është se Isa alayhis salam foli si fëmijë që në djep. Mrekullia e tij është se ai është një prej 5 pejgamberëve që quhen ulul azm, pejgamberët më të veçantë. Kur lindi ky, nëna e tij Merjemja radiallahu anha, ajo nga fjalët e njerëzve dhe nga ndjenja e turpësisë së saj, nga ajo që folnin njerëzit, se kjo ka pas kontakt me burr tjetër që do linde djalë, e kjo është e pamoralshme, e kjo është e pandershme. Çfarë dëshironte Merjemja radiallahu anha? Çfarë i thoshte? O Zot, ma mirë të kisha vdek, do harohesha se sa ta lindi këtë foshnje. Mirë po caktimi Allahut nuk ishte ky. Caktimi Allahut ishte që ai foshnje të lind. Dhe përsëri shpresonte Merjemja dhe tha, do të dal dhe do të mundohem ta lindi, ndoshta do të ndroj jetë edhe do kryhet kjo çështje. Por nuk tha Allahu kështu. Doli Merjemja, e kapën dhimbjet e lindjes, edhe doli e vetme. Edhe kur nuk mundeshte më, dhe erdh emri Allahu që ta lind, ajo nuk kishte forcë për ta lind. Me matematikën e dembelave, me matematikën e përtatësve, çfarë duhet të ndodhe? Mrekulli e madhe, lindën dhe vërtet është një mrekulli, Isa. Po duhet të Merjemja me njëherë ta lind, as dhimbje, as send, hiç, kush vin njetë? Isa vin njetë, para mendoni. Me llogarinë matematikën e përtatësve, kjo duhet të ndodhë. Po Allahu don të na vërtetoj edhe një herë mu dhe ty, në veçanti përtatësve, se ligj i Zotit në tokë, për suksese ati ku e ka kushtëzuar angazhimin ton, o s'ka sukses pa angazhim, s'ka. Edhe ati çfarë i tha Allahu Merjemes kur s'kishte forcë, çfarë i tha? Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla. Edhe kape trungun e drurit të hurmës edhe shkunde. E keni pa trungun, a mundet një njeri ta shkund? S'mund ta shkund. Ama ty dhe bësh angazhimin tënd, s'ka hazër. S'ka hazër. Kapet trungun e hurmës shkunde, e çfarë pastaj? Tu sakit alejki rutaben gjenia. Do të pikojnë ti hurma të njoma, do t'i hash dhe do morish forcë për ta lind. O vëllezër, nëse nuk ja dha hazër suksesin Merjemes, që kush vinte në jetë, nëse nuk ja dha hazër Musës për qarjen e detit, për i tha, wadrib bi asakel bahr, pra, bjeri me shkopin tënd deti që qatë, a mundështë e ta qani Zotit detin pa më i ra Musa. Për çfarë do të na mësoj Allah mu dhe ti? Jo, ati ku unë dhe ti duhet ta bëjmë angazhimin, s'ka sukses. Kur shkoj në Isra dhe Mi'raj Muhamedi a.s. Allahu ja çoi burakun edhe shkoi brenda natës, brenda një pjesë të natës, në katin e 7 qiellit, pse se është çështje fetare. Po kur shkoi në hijret, a shkoi me lehtësi edhe 470 km, e ka 3000 km më duket, vetëm prej Mekës edhe në Kuds. A shkoi, jo, i zgjati kohë edhe të mundime edhe angazhime, pse? Të na mësojnë neve se s'ka hazër, dembelizmi,
përtacia është e refuzuar, aty ku unë dhe ti na duhet sukses, nuk na vjen suksesi pa angazhimin ton ku e ka kurzuar Allahu angazhimin ton për sukses. Përtacia në bazë teksteve është dy lloje. Përtacia e mendjes dhe përtacia e gjymtyrëve. Përtacia e mendjes dhe përtacia e gjymtyrëve. Përtacia e mendjes, me këtë nënkuptojmë mos kryerjen e punëve të mendjes sa i përket mos të menduarit, çfarë paushall e bën. S'ka be ke muslimani paushall. S'ka ke muslimani kështu. Muslimani duhet ta mendone çështjen para se ta veprone dhe para se ta fole. Tjetra, duke mos planifikuar, pa plan. Kjo është dembelizëm apo përtaci e mendjes. Nuk don Zoti muslimani pa mendim, pa planifikim të funksionojë në jetën e tij. Nuk don Zoti kështu. Dhe duke mos analizuar mirësitë dhe begatitë e shumta të Allahut. Po Allahu të ka dhënë mendje, po të ka dhënë mundësi, ta ka dhënë hekrin, ta ka dhënë magnetin. Po do bësh telefon, do bësh kompjuter, do bësh një aparat i cili do të ndihmojë në çështjet e shëndetit. Pra Allahu kërkon prej nesh mos jemi dembel të mendjes. Por se ti mendojmë çështjet, planifikojmë, studiojmë, të analizojmë dhe të shfrytëzojmë këto mirësi të Allahut të lartësuar. Nuk na don Allahu mu dhe ty për tac në mendjet tona. Argument për këtë kemi ajetin kuranor ku Allahu thot: "Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Dhe ata të cilët e përkujtojnë Allahun në këmbë, ulët edhe të shtrirë. Çfarë bëjnë? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Shifni çfarë na thot? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dhe mendojnë, studiojnë, analizojnë, planifikojnë në shfrytëzimin e krijesave të Allahut në tokë dhe në qiell. E përdorim edhe ne këtë fjalë, është pra fjalë arabe. Yetefekkerun. E përdorën populli. As kje fiqirbe? Fiqir, e përdorën. Pra kjo është ajet kuranor, kjo është fjalë arabe. Yetefekker, ai që fiqiron, ai që mendon, që planifikon, që studion çështjet para se ai ti realizoj. Nga përtacia e mendjes është edhe mos aftësimi për çështjet e kësaj bote. Ne shumë hekim, shumë ngelim të prapambetur si pasojë e përtacisë së mendjes. Duke mos menduar, analizuar dhe planifikuar. Pra, Allahu çfarë na thot? Kul siru fil ard, thumma ndhuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Thua ju, ecni në për tokë dhe shifni se si ishte fundi i atyre që përgënjeshtruan. Pra ne duhet të mendojmë, planifikojmë që fundi i çështjeve dhe punës tonë të jetë i suksesshëm. Të jetë përparimtar edhe të jetë zhvillimor. Ne nga përtacia e mendjes ngelemi o vëllezër të dashur mbas në shumë aspekte, si agronomi, tregti, prodhim, teknologji dhe të ngjashme. Pra, nuk kanë ngelur popujt e prapambetur, përveç se nga arsyeja fillimisht e dembelizmit në mendjen e tyre, duke mos menduar dhe
planifikuar, analizuar e studiuar. Lloji i dytë i përtacisë është përtacia e trupit e cila përmbledh gjymtyrët tona. Pra nëse ne nuk jemi përtac në mendjen tonë, a mjafton kjo për të përparuar, zhvilluar edhe në aspektin fetar për të patur sukses edhe në çështjet e dunjas? Jo, nuk mjafton. Po ne duhet të jemi nga ata që nuk janë përtac, edhe nga përtacia e mendjes, po edhe nga përtacia e gjymtyrëve. Se nëse e ke mendimin, e ke planin, i ke krejt, nëse nuk e realizon diçka të tillë me gjymtyr ta punosh, ne përsëri nuk do të kemi sukses. Ne përsëri nuk do të kemi sukses. Për atë, që të kemi sukses edhe në çështjen e fesë, edhe në çështjet e jetës së dunjas, ne duhet ta largojmë, të shërohemi një herë e për herë nga smundja e përtacisë me dy llojet e saja. Qoftë ajo përtaci e mendjes, apo qoftë ajo përtaci e gjymtyrëve apo trupit. Shkaqet e përtacisë janë të shumta. Se pse vin përtacia, janë të shumta. Unë do të mundohem vetëm ti radhis, janë të njohura, pa mos hy në detale arsyeja e kohës. Ndërto është ndjenja e paaftësisë dhe dashuria për rehati. Si shkak i parë pse na vjen neve smundja e dembelis, kjo cilësi dhe ves i keq, i urryer, është se njerëzit ndjehen të paaft. Çfarë? Jo, s'unë e bëj unë këtë. Ja, s'mundem unë. Ron, të është e kjo shumë. Duhet pa qetër më ka 4 syje, 4 dorë që e ka bë këtë. Pra kjo nuk i takon besimtarit musliman. Dhe tjetra, dashuria për rehati. Të t'i bëjnë hazër qerët, këtë punët e në te vetëm trejsh. Që këto në sjellin neve përtacin. Tjetra, koha e lirë. Koha e lirë është një begati, një mirësi. Nëse e shfrytëzon atë ati që i është dhënë, lumi aj për dunja dhe për ahiret. Po nëse nuk e shfrytëzon ati që i është dhënë koha e lirë, mjeri aj edhe për dunja edhe për ahiret, vërtet është nga të humburit. Për atë, thot Ibn Abasi shumë bukur thot me një fjalë, të zëvëgjë التواني بالأكسل فولد بينهما الفقر. U martua, thot Ibn Abasi, për tacia me dembelizmin, u martun dhe lindën varfërin që të di. Varfëria është shkak i dembelizmit edhe i përtacisë, thot Ibn Abasi. Tjetra është edhe jeta luksoze me bollëk dhe komoditet të tepruar, atyre që është dhënë, dhe duke mos qenë vigjilent se mu ma ka dhënë Zoti, po unë duhet ta bëj punën time. E jo të pres krejt mi bën tjerët hazër sa ajo na sjell përtacinë. Haja dhe pija e tepërt, shpresa e gjatë, dëbuhet me erbe ka dale, nuk ka rashi qeri nuj, dëshkrejet, ka dale. Jo, kështu s'ka të muslimani. Po ti duhet ta bësh me njerë, atë që duhet ta bësh dhe ta bësh më të mirën, maksimumin të japësh të forcës tënde, të mbështetesh në Allah edhe presish sukses. Ama ka dale dëbuhet, kështu s'ka ke muslimani. Atë që duhet ta bësh në kohën e vetë. Pastaj, shoqërimi me shok dembel, edhe ajo ndikon në rritjen e dembelizmit, apo përtacisë. Lidhja me shpresa jo reale. Ka disa me shpresa jo reale. Dhe investoj unem, dhe punone bitcoin ti, dhe bua e nuk dhe bëj pare. Dhe bën aj dhe bëj, dhe me thonë, jo reale. Ti planifiko, a më jeto me realitetin, bëne punën, ke sukses në të realen momentalen, pastaj
puno edhe për diçka më të madhe. Ama vetëm të lidhesh me shpresa jo reale, që nuk janë moment, po dë vine, dë ndronë mbas një 10 vjetëve, ka thonë Bill Gates ose ai tjetri, dë vine kjo sistem, dë vine kjo, dë vine ajo, ne dë punim 2 ditë një javë, ne dë kina këtë milionera. Ama në las ka erdhë. Njerë duhet punojsh pak 8 saat, një 10-12 saat, për mrapa dalish faqebartë me familjen tonë dhe argjime tjera. Njerë punoj këto, mrapa, inshallah vina ja. Ama vetëm kështu, që jeton e muslimani, shpresa jo reale kjo, e bjen për ta cinë. Po ashtu ndikon shumë edhe rrethi i prishur, shoqëria e prishur e kështu me radhë. Qash si shërohet përtacia? Nëse dikush është sprovuar me përtaci, nuk ka pa kujdes, nuk ka qenë vigjilent, është përtac. I thua ti ose diçka me e bo një çështje që nuk duhet ta neglizhon, ai ka obligim me e bo, ndash prej Zotit, ndash prej rrethit, familjes, ligjit, për çfarë atë ke gjet vlla dembel, përtac. Çfarë duhet të bëj ai që me lenë Allahut, inshallah të shërohet nga kjo smundje apo ta largoj këtë vesë të urryer. Si çështje e parë është, apo kështu në përgjithësi, krejt çfarë i përmendëm nga shkaqe që e sjellin përtacin, krejt ato shkaqe që ta largojmë dembelizmin, përtacin, ta bëjmë të kundërtën atyre. Mirë, për ndër shkaqe tjera që do t'i veçojmë, t'i përmendim, është e para, kërkimi i ndihmës së Allahut kundër përtacisë. Ashtu siç kërkonte Muhamedi alayhis salam. Çfarë thot? Wasta'in billah wala ta'jaz. Kërkon ndihmën e Allahut për suksesin që e don, wala ta'jaz, edhe mos thuaj se s'mundem, unë shumë e rëndë të kjo për mua. Kështu s'ka. Po punë, kërkim ndihmën e Allahut edhe mos ndjenjen e se unë s'mundem. Tjetra, kërkimi i mbrojtjes nga Allahu të mbrojë nga përtacia. Përëndë Muhamedi se sa aktiv ishte. Pejgamberi Allahut, imam, komandant ushtrie, kryeministër, kryetar gjykate, krye familjar, fëmijë, familje, krejta i kishte. Dhe krejta ja u dha hakun me ndihmën e Allahut të lartësuar. Po ai gjithmonë kërkonte mbrojtjen e Allahut të lartësuar nga ta mbrojë nga përtacia. E treta është abdesi për kujtimi Allahut dhe namazi. Pra, abdesim për kujtimi Allahut edhe namazi. Këtë e sjaron hadith për së ku thot, yaqidu shejtanu ala ka fi ra'si ahadikum idha huwa nam 3 uqad. Shejtani ja lidhen kur fqin biri Ademit 3 nyje. Yadribu kullu uqda alejke lejlun tawil. Pra, është natë e gjatë dhe ai duhet t'i zgjidh të trija këto nyje. Ferkut, fejnistejkaz fedhekar Allah. Kur do të flej, nëse i del gjumi, leta përmende Allahun e lartësuar. In hallet okde e zgjidh njënën nyje. Fejn të waddaa, in hallet okde, nëse falet, i zgjidhet edhe nyja tjetër. Fejn salla in hallet uktet kulliha, e kur dhe fale edhe namazin e sabahut, nëse merr abdes, i zgjidhet e dyta. E para zgjidheshte me dhikr, e dita me abdes, kur e falen edhe namazin e sabahut, çfarë ndodh? I zgjidhen të trija. E çfarë pastaj do të pasoj, kjo është e rëndësishme, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Nëse i bën këtë, do të zgjohet aktiv, jo i plokësht, me motiv, wa illa asbaha khabithun nafs keslan. Për ndryshe nuk i bën, nëse nuk i bën këto, ai do zgjohet i përhumbur edhe përtac. Ta kujtoj se Allahu xhelleshanuhu e nxit robin e tij për kushtim dhe nxitim për vepra të mira. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta kujtone se Allahu e nxit robin
për punë të mira. Dhe kjo na mjafton që ne të shërohemi. Nëse e kujtojmë se mu Allahu Rabbul Alemini nuk don unë të jem përtac. Përkundrazi ai kërkon prej meje dhe më nxit për punë të mira, kjo mjafton që ne vërtet mos jemi përtac edhe nëse kemi qenë për tu shëruar. Thot Allah në Kur'an: "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dhe përshpejtoni në falje nga Zoti juaj dhe xhenete, gjërësia e cilëve është sa gjërësia mes tokës dhe qiellit. Përkënd uiddat lil muttaqin, që e ka përgatitur Allah për të devotshmit. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ajilt e përdorën populli, agjele, më bën agjele, jo, bën agjele. Ku duhet me bë agjele, duhet me bë agjele. Allah thot: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Unë shpejtoj, jam aktiv për të arritur kënaqësinë tënde. Lusë Allahun e lartësuar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët vërtet mbrohen nga përtatësia, ndërsa të sprovuarit nga ajo. Të lutem o Allah, ndihmoj që të largojnë këtë ves. Amin. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.